Përshëndetje, do t'jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se me qëllim të lehtësimit procesit të votimit jashtë Kosovës për votuesit e regjistruar për votim me post janë funksionale kutit postare në 23 shtete të ndryshme. Më 14 dhjetor, KQZ-a ka nisur procesin e dërgimit të pakove me flet votime për rreth 58.000 votuesit e regjistruar jashtë vendit për votim me post në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës. Flet votimet të cilat janë shtypur në Sloveni dhe pas kësaj shërbimi votues i KQZ-s ka bërë përgatitjen e pakove individuale për secilin votues regjistruar. Në çdo dërgesë postare është vendosur nga një numër i veçantë gjurmimi dhe u është dërguar votuesve të regjistruar, të cilat mund të shohin vazhdimisht vendodhjen e pakos me flet votim, ka njoftuar KQZ-ja. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se Mitrovica dhe veriu i vendit janë toka shqiptare, duke theksuar se trashëgimia kulturore i lire në pjesët veriore është dëshmi e kësaj. Ajo i bëri këto deklarata në Mitrovic gjatë një konference për media pas takimit me kryetarin e komunës Faton Peci. Kryetari tha se vizita e presidentës përbën një sinjal të rëndësishëm për vëmendje institucionale që po i kushtohet qytetit. E pyetur se pse nuk ka përkrahur në të njëjtën mënyrë ish kryetarin e Mitrovicës nga radhët e PDK-s Bedri Hamzën, Osmani u kundërpërgjigj se është një propagandë pasi ka vizituar disa herë Hamzën. Gjitha nevojat dhe shqetësimet e qytetarëve të Mitrovicës, po njëkohësisht edhe për nevojën më të madhe të mbështetjes institucionale që i duhet Mitrovicës, duke filluar nga zyra e presidentës, qeverisë, për cilët kohët e fundit ka pasur një përmirësim të dukshëm, por nga ana e nivelit komunal kemi një ambicie më të madhe që t'i adresojmë këto siç është. I njohim përsaafërmi problemet me të cilat ballafaqohet ky qytet dhe natyrisht ato janë të shumta, por kam besimin e plotë se gradualisht do të rregullohen, edhe me angazhimin e kryetarit dhe ekipit të tij, por edhe me përkrahjen tonë nga niveli qendror, sepse qytetarët e Mitrovicës meritojnë çdo të mirë, meritojnë që përkundër sfidave me të cilat janë ballafaquar, jo vetëm vitet e 90-ta, por fatkeqësisht edhe pas luftës, që tani më t'ju hapet rruga e perspektivës dhe rruga e zhvillimit. Ky qytet, qyteti ku jemi rritur, ka potencial të jashtëzakonshëm. Siç e përmendi kryetari, jo vetëm për shkak të bukurive natyrore që ja ka falë Zoti, por edhe për shkak të traditës që e ka, për shkak të potencialit që e ka njerëzit e Mitrovicës në çdo fushë dhe për shkak të historisë që e ka. Jam e bindur se ashtu do t'jetë duke e ditur vullnetin me të cilën punon dhe seriozitetin me të cilën e merr secilën punë dhe njëkohësisht jam e bindur që edhe nga aspekti politik duke e ditur rëndësinë e Mitrovicës, rëndësinë e krejt kësaj pjese për shtetin tonë, do të bashkëpunojmë sa më shumë që t'jetë e mundur. Se jo një herë, por disa herë kam vizituar Bedri Hamzën në këtë zyrë, sa ka qenë kryetari komunës së Mitrovicës. Prandaj dhe jo vetëm në këtë zyrë, por kemi qenë në vizitë në për projekte të ndryshme, në shkolla, në biznese, së bashku me të kemi vizituar edhe OJQ të ndryshme. Pra edhe kryetari paraprak e ka pas përkrahjen time të plotë. Ndaj vizitës së Osmanit ka pasur reagim nga ish kryeministri Abdullah Hoti nga radhët e LDK-s. Kur presidentja zgjedhët të urojë sipas afërsisë partijake, zyra e presidentit shndrohet në zyrë politike. Shkuarja në Mitrovic për ta uruar ish bashkëthemeluesin e partisë është shkelje e hapur e rolit kushtetues. Kjo presidente nuk përfaqëson unitet, por favorizime dhe përçarje, ka shkruar Hoti në Facebook. Analisti Shenol Muharremi tha se presidentja Vjosa Osmani bëri një turp të madh me vizitën e sotme në Mitrovic, ku ajo dhe kryetari i ri i qytetit Faton Peci këmbyen plot lavdata. Sot na paska turpnu presidentja, shkroi Muharremi në një postim në Facebook. Ai tha se Osmani nuk shkoi askund tjetër duke dëshmuar sipas tij anshmërinë e asaj në kundërshtim me kushtetutën. Pse nuk shkoi me uru në Prizren apo Prishtinë, Ferizaj, e ndoshta
Ajo edhe e paska bën ndarjen e LDK-s në vushtri dhe gjithë ato situata ku pa lejen e kryesisë u bë marrëveshja me lëvizjen vetëvendosje, shkroi Muharremi, e kur jashton faktin që gjithashtu e ka shty blokadën dhe krizën duke i thënë një mandat të dytë lëvizjes vetëvendosje pa pasur fakte e që pastaj dështoj të gjitha këto janë fakte dhe argumente që ajo nuk paska qenë asnjëherë e pavarur si e kërkon roli i saj, shtoi ai. Këshilltari për media i presidentes Osmani, Bekim Kupina, i ka reaguar analistit Shenoll Muharremi për vizitën e Osmanit te Faton Peci në Mitrovic. Kupina thot se kjo është tërësisht e pavërtet. Ai shton se Osmani ka qenë në Dragash që udhhiqet nga LDK-ja në Ferizaj, ku kryetari është nga PDK, dhe në Gjilan te Alban Hyseni i vetëvendosjes. Ndërsa sa i përket aludimeve se Osmani do të kthehet në politik, Kupina ka thënë se janë spekulime pa asnjë provë. Të mërkurën nis fushata zgjedhore e partive politike e cila do zgjas 12 ditë dhe do t'i hapë rrugë zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit. Këto zgjedhje të jashtëzakonshme po shihen si një moment vendimtar për te i kalimin e krizës politike dhe zhbllokimin e proceseve institucionale në vend. Pas një periudhe të gjatë ngërçi dhe pamundësie për të formuar institucionet e reja kuvendin dhe qeverin e re, bashkëpunimi midis partive po shihet i domosdoshëm e profesori i shkencave politike Basri Muja shpreson në reflektimin e partive politike për bashkëpunim pas zgjedhor. Të mërkurë nis fushata zgjedhore, presni që këto zgjedhje të 28 dhjetorit të prodhojnë zgjidhje të blokades politike që kishëm rreth një vjet? Po, mendoj që partitë politike kanë kuptuar që kjo mënyrë e veprimit nuk sjell kërkon dhe shpresoj shumë që pas këtyre zgjedhjeve do të krijohen shumica të tilla, të cilat do të jenë gjendje me formuar qeverinë, po mbi të gjitha do të jenë gjendje me zgjedh edhe presidentin apo presidenten një muaj më vonë apo 2 muaj më vonë, pra në fillim pranverës, sepse përndryshe e dim që do të kemi prapë zgjedhje. Nuk është parë shumë gjuhë polarizuese ndërmjet subjekteve politike. Është kjo si një sinjal që mund të reflektojmë pas zgjedhjeve në një bashkëpunim, në një kompromis për formimin e institucioneve? Po, ne kumë thonë edhe dikon tjetër që në fakt kjo fushat do tjetë një farë preludi në bisedat për formimin e koalicioneve të mundshme. Unë pres që gjuha do tjetë shumë me butë, do të ketë ndryshim të diskursit, sepse partitë politike kanë qartë që pas këtyre zgjedhjeve do t'jenë të detyruara të ulen dhe pashmangshëm do t'jenë bashkë në koalicione me partitë e ndryshme. Tash, kush me këtë do t'jetë, mendojmë varet shumë prej rezultatit, po është e qartë që në asnjë kombinim nuk do të ketë mundësi që të zgjedhet presidenti apo presidentja e vendit nga një parti e vetme. Ndërkohë, vota e diasporës bën një farë lloj diferencë të rezultateve, por është përshkruar me shqetësim se mund të manipulohet. Duhet të shtohet më shumë numri i monitoruesve vendor apo ndërkombëtar? Unë mendoj që ka qenë gabim dhe ka qenë i dëmshëm qasja ndaj votuesit nga diaspora. Spori nuk mendoj që është një numër i madh i cili do të mund ta bënte ndryshimin, dhe ne kemi pa edhe në zgjedhjet lokale që pak a shumë përqindja e votimit tyre ndaj partive të caktuara ka qenë pak a shumë i ngjajshëm me votimet në vend dhe nuk pres që do të ketë ndryshime. Dhe së dyti, mendoj që diaspora duhet të trajtohet si pjesë e trungut tonë, ata janë pjesë e shoqërisë kosovare, po mbi gjitha ne kemi numër të madh të diasporës të cilët shkojnë e vinë vazhdimisht, ka një fluktuacion të madh dhe mendoj që është fat që diaspora apo këta njerëz të cilët për një arsye apo tjetër janë në vendet perëndimore ende kanë interesim për të qenë pjesë e jetës politike në vend. Unë nuk pres që do të ketë keqpërdorim të saj, megjithatë KQZ-ja dhe partitë duhet të marrin të gjitha masat që mos të deformohet vullneti i tyre politik.
Blokada politike në Kosovë, e cila zgjati gjatë gjithë vitit, ka prodhuar pasojat shumëta për vendin, si në planin e brendshëm ashtu edhe atë ndërkombëtar. Qeveria e ardhshme do të përballet me një sër çështjesh urgjente që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Në këtë kuptim, ambasadori Albert Prenka i tha për Radio Televizionin 21 se pavarësisht se cili subjekt politik do të formojë qeverinë pas 28 dhjetorit, përveç sfidave të brendshme, ekzekutivin i ri e presin edhe obligime serioze në arenën ndërkombëtare. Në mesin e tyre janë formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe zbatimi plot i të gjitha marrëveshjeve që qeveria Kurti ka pranuar në procesin e dialogut në Bruksel e Ohër. Cila do qeveri që të vjen në pushtet në Kosovë përpos prioriteteve të politikës së brendshme, pra aspektit ekonomik, pra që do të adresoj varfërimin e popullatës për këto 4-5 vitet e fundit, unë mendoj që në politikën e jashtme prioritetet e Republikës së Kosovës janë para së gjithash, siç tash është bërë zakon që ta them se Kosova duhet të kthehet në arenën ndërkombëtare nëpërmes marrjes së obligimeve ndërkombëtare të saj. Një nga obligimet primare ndërkombëtare të Republikës së Kosovës është edhe dialogu me Serbinë dhe implementimi të gjitha atyre obligimeve, një prej të cilave është ajo që është marrë vesh në negociatat e vitit 2023 në mes të kryeministrit të atëhershëm të Kosovës, zotit Kurti, dhe presidentit të Serbisë Vučić, pra që është implementimi të gjitha pikave të asaj marrëveshje dhe të aneksit të Ohrit. Një nga to pra është edhe implementimi i statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pra Kosova me patjetër do ta formoj ose do duhet ta formoj asociacionin, nuk ka ngatik, edhe sa ka hapësirë për dialog në kohën aktualisht në këtë kohë? Unë nuk mendoj që tash është koha që të dialogohet, me qenë se Kosova nuk ka qeveri legale dhe legjitime e cila do të merrte përgjegjësi për çfarë do marrëveshje e cila do të bëhej në Bruksel me ndërmjetësimin e BE-s. Atë çfarë dua të them është se në periudhën kur zoti Lajçak ka qenë përfaqësuesi i BE-s për lehtësimin e negociatave në mes të Kosovës dhe Serbisë, kemi pasur një degradim të negociatave, pra nga kërkesat të cilat me radhë presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë qenë që negociatat të përfundojnë me njohje të ndërsjellët, e që kemi tash edhe rastin me draft ligjin e fundit të Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku kërkohet që shtetet të njohin njëra tjetrën, por kemi edhe qëndrimin e Gjermanisë, e cila tash po kalon si një fuqi në qendër të Bashkisë Evropiane, pra është kërkesa për njohje të ndërsjellët. Siç thash, pra në kohën e ndërmjetësimit të zotit Lajçak pa degraduar negocimi duke e bërë një marrëveshje e cila do të relaksonte marrëdhëniet në mes të dy vendeve për një kohë të pasaktuar. Tash e tutje, qeveria e re e Kosovës do të duhet që të rikthehej pra me kërkesën që njohja të jetë në qendër dhe që në përfundim të kësaj marrëveshje, e cila besoj që do të ketë edhe kornizë kohore të caktuar, që shtetet ta njohin njëra tjetrën. Kjo është edhe kërkesë në nenin 35 të negociatave për Serbinë, por është edhe një imperativ i politikës së jashtme të Republikës së Kosovës. Në konferencën vjetore të organizuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, respektivisht Agjencia për Investime dhe për Krahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë, janë prezantuar performanca industriale 2025 dhe planet për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për vitin e ardhshëm. Para 200 bizneseve, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Kosova është vendi më i sigurt, më demokratik dhe financiarisht më i qëndrueshmi. Ministria në detyrë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari tha se industria prodhuese përbën një shtyllë kyçe të zhvillimit ekonomik. Papunësia
është edhe më shumë se përgjysmuar. Mbi 85.000 vende të reja të punës janë të regjistruara, eksportet janë dyfishuar, kurse investimet e huaja direkte janë rritur mbi 2 fish krahasuar me qeveritë e kaluara. Qeveria mund të krijojë kushte, por të nderuar pjesëmarrës të dashur sipërmarrës, këto rezultate i keni prodhuar ju, me punën, me rrezikun dhe me inovacionin tuaj. Ne jemi munduar që të mos ju pengojmë e ju rrallë edhe t'ju ndihmojmë. Por ky sukses ju takon para së gjithash dhe mbi të gjitha juve. Ju e bartni barrën e punësimit dhe jeni faktori kryesor i zhvillimit. Kompani nga rajoni, prej diasporës tonë, por edhe brende që para pak vitesh nuk e dinin as ku është Kosova në hartë. Tash jo vetëm që e din, por shpesh ankohen për biletat e aeroplanit, të cilat po ju pengojnë për nga çmimi shumë më tepër se sa rregullat tona të tregtisë për nga përmasa. Dhe kjo është shenjë e mirë. Kur transformohen ankesat, është sinjal i progresit. Në vitin 2024, ekonomia e Kosovës regjistroi një rritje reale prej 4.4%, ku industria përpunuese luajti një rol të rëndësishëm në këtë rezultat pozitiv. Kontributi kryesor i vlerës së shtuar të prodhimit në bruto produktin vendor arriti në 13.1%, një nivel mbi mesataren e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ky tregues tregon se industria e Kosovës po konsolidohet gradualisht si një sektor kyç për zhvillimin ekonomik dhe si bazë e rëndësishme për industrializimin e vendit. E vetëm gjatë këtij viti, studimet dhe analizat që i kryem nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, siç janë identifikimi i nevojave për fuqi punëtore të kualifikuar në industri. Aksident komunikacioni ka ndodhur sot në mëngjes në rrugën në Zagrebi në Prishtinë, ndërsa një zyrtar policor ka humbur jetën. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Plana, ka thënë se vdekja e viktimës është konfirmuar në vendin e ngjarjes, ndërsa dyshohet se ka ndodhur para aksidentit të komunikacionit, si pasojë një sulmi në zemër. Me rastin është duke u marrë njësia rajonale e trafiku, ndërsa hetimet janë në zhvillim për sqaruar shkaqet e sakta të aksidentit, ka njoftuar Plana. Policia e Kosovës ka dhënë detaje edhe për plagosjen e mbrëmshme në Pej. Sipas raportit të policisë, i dyshuari e ka plagosur viktimën aksidentalisht. I dyshuari mashkull kosovar, gjersa ka manovruar me armë, ka plagosur viktimën mashkull kosovar. Viktima ka hapësuar lëndime në këmbë dhe pas trajtimit mjekësor është liruar. Ai dyshuari është sekuestruar një revole me 13 fishek dhe një gëzhoj. Pas intervistimit me vendim të prokurorit, i dyshuari dërgohet në mbajtje, thuhet në raportin e policisë. Uljen e temperaturave, ndotja e ajrit në Prishtinë është rritur ndjeshëm, duke e renditur Kosovën ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë dhe duke rrezikuar seriozisht shëndetin e qytetarëve. Ajri i ndotur ka kapluar Prishtinën ditëve të fundit. Me uljen e temperaturave, termocentralet dhe numri i madh i automjeteve në qarkullim po krijojnë një ambient të ndotur, i cili po ndikon drejt për drejt në shëndetin publik. Ajrin e ndotur po e vrejnë dhe po e ndjejnë çdo ditë edhe vetë qytetarët, të cilët shprehen të shqetësuar për pasojat që kjo gjendje mund të ketë në shëndetin e tyre. Po biliqe këtu e kemë që na mbyt. Automjetet këtu, edhe etavia gjatë ditës, gjithashtu, edhe lezja në përshpi individuale, do të thonë 3 burime të helvimit i kemla. Helvimit industriale, automobile, gjitha këto komponente kanë bo ajrin të ndotur. Biologu dhe ambientalisti Besnik Shabiu thot se prej një kohe të gjatë nuk ka pasur asnjë investim serioz për përmirësimin e cilësisë së ajrit, duke e lënë situatën pas zgjidhje konkrete. Sepse nuk është që është bë as edhe një investim konkret sa i përket ndryshimit cilësisë së ajrit të vendin tonë. Krejt investimet që janë bë në çdo aparatet monitoruese dhe në aplikacionet monitorimit, ku na mujna me pa tash në kohë reale qysh ajri ndotën është duke na dëmtuar shëndetin. Kaq është sa i përket investimit. Pra
Ministria, bashkë edhe me ambasadën amerikane dhe disa organizata qeveritare, krejt çka kanë investu, na e kanë bot mundur me pa qysh po na rrezikohet jeta. Ndërkohë pulmologu Gazmend Zhuri paralajmëron se kjo gjendje ka rrezik të shtuar për shëndetin, veçanërisht për personat me sëmundje respiratore, fëmijët dhe të moshuarit. Në shkakton probleme në frymarrje, do të thotë ja therrën sëmundjet ekzistuese, siç janë astma, bronkiti kronik apo infeksionet e traktit respirator, shkakton rritjen e infeksioneve më të shpeshta respiratore dhe shkakton kollitje, iritim dhe dispne apo pamundësi të frymarrjes. Dhe këto janë efektet të cilat shkaktohen nga dotja gjatë periudhës së dimrit. Sipas platformës ndërkombëtare IQAir, Kosova aktualisht rënditet në vendin e 17 në botë për ajrin më të ndotur, një tregues alarmues që kërkon ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka ndarë çmimet për dramë origjinale shqipe Katarina Josipi për vitin 2025. Çmimi kryesor u nda për dramën Lufta të dramaturgut Astrid Kabashi, i cili po ashtu ishte fitues edhe i vendit të dytë me dramën Pse ke frikë. Ndërsa çmimi i tretë i është ndarë Florent Kurtalanit për veprën Kurora. Në ceremoninë vjetore të ndarjes së çmimeve për dramë origjinale shqipe, Katarina Josipi, organizuar nga Ministria e Kulturës, çmimi kryesor për dramën më të mirë origjinale shqipe i është ndarë Astrid Kabashit për veprën Lufta. Drama u vlerësua nga juria për fuqinë tematike dhe trajtimin artistik, duke u veçuar si një vepër e zhanrit psikologjik që trajton konfliktin mes babait dhe birit, si dhe pasojat e luftës në shoqërinë e sotme. Vendi i dytë i është ndarë po ashtu Astrid Kabashit për dramën Pse ke frikë, e cila trajton frikën si një gjendje psikologjike të pashëruar. Besoj se në momentin kur e kemi datën e premierës së Gërdis, nëherë do të takohemi aty gjithë bashkë, me pa të inskenuar atë vepër që e ka fituar çmimin para 2 viteve. Ndërsa vendi i tretë ka shkuar për Florent Kurtalanin me veprën Kurora. Sipas vlerësimit të jurisë, Kurora është përzgjedhur për mënyrën e mirë se si trajton tensionin mes frikës, pushtetit dhe popullit. Juria përgjedhëse për dramën origjinale shqipe, Katarina Josipi, u përbën nga Kushtrim Mehmeti, Ilire Vinca, Kushtrim Koliqi, Florent Mehmeti e Zoga Qeta. Kabashi ka marrë çmimin për dramën më të mirë edhe në konkursin Katarina Josipi në vitin 2023. Ai tha se këto çmime janë shtyse rëndësishme për artistët, por se motivimi edhe më i madh vjen atëherë kur këto drama arrin të ngjiten në skenë. Mendoj që është një motiv shtesë edhe për mua edhe për Florentin edhe për dramaturgt, por edhe për gjeneratat e reja që vijnë, besoj që ka me motivu shumë. Motiv edhe më i madh kish me qenë për neve nëse këto tekste në skenuon, veç se kanë fillu mas 2 vjetë, unë e falenderoj edhe teatrin kombëtar, po jo veç tekstet e mia, po të gjithë dramaturgëve të ri. Shpesh i dëgjojmë thonë të dramaturgjia kombëtare pak po çalon, jo andaj jo kënej, unë i kisha lut me provu këtë dramaturgjinë, le të vlerëson publiku a ja vlen, a nuk ja vlen, mos paragjykohet. Edhe Florent Kurtalani, fitues i vendit të tretë, shpresoi që këto shkrime të dalin para publikut, qoftë në formë shfaqje apo leximi skenik. Konsideroj që cikli i një dramë ose një teksti shkruar për mbyllet atëherë kur del në para audiencës, para publikut, në çfarë forme, qoftë edhe si një skenim apo qoftë edhe si lexim skenik. Ndaj shpresoj se ka të realizuar edhe këto aspekte do në thonë të përfundimit të ekonomisë së këtij cikli që e përmend. Çmimi Katarina Josipi konsiderohet si një nga vlerësimet më të rëndësishme në fushën e dramaturgjisë shqipe dhe synon nxitjen e krijimtarisë letrare, si dhe zhvillimin e artit teatror në Kosovë. Ju falenderojmë për vëmendje dhe mirupafshim.